Kanceri i prostatës i ish presidentit Amerikan Joe Biden është përhapur në pjesë të tjera të trupit dhe po i shkakton dhimbje, edhe pse ai vazhdon të flasë hapur për çështje publike, njoftoi djalit i tij Hunter. Në një intervistë të gjerë në BBC, Hunter Biden u emocionua ndërsa diskutoi për gjendjen e babait të tij, duke përshkruar atë si shumë të trishtueshme për tu parë. Kanceri është përhapur, ka metastazuar në kockat të tij të mëtej. Është shumë e dhimbshme, tha ai. Joe Biden, 83 vjeç, ishte presidenti më i vjetër i Shteteve të Bashkuara dhe mosha e tij ishte një burim shqetësimi për pjesën më të madhe të 4 viteve të tij në detyrë. Ai tha dhe këshilltarët e tij në shtëpinë e bardhë janë përballur me kritikat ashpra për fshehjen e dyshuar të shkallës së problemeve të tij, pasi u detyrua të braktisë garën e tij për zgjedhje pas një debati me pasasin e tij Donald Trump. Ish presidenti zbuloi diagnozën e tij me kancer në maj të vitit 2025, më pak se 4 muaj pasi u largua nga shtëpia e bardhë. Hunter Biden tha se diagnoza kishte qenë e vështirë për familjen, por Biden tha se babai i tij mbetet atje jashtë duke folur publikisht për çështjet që janë të rëndësishme për të. Ai ende po bën punën e tij, ai beson shumë në këtë vend, vazhdoi Hunter.